Partia Demokratike i ka kërkuar sot Kuvendit që të shqyrtojë me procedurë të përshpejtuar propozimin për uljen e çmimit të naftës, duke synuar përfshirjen e tij në seancën plenare të 16 prillit. Opozita propozon një akcizë të ndryshueshme, ku të vështrohej shtesë nga rritja e çmimit të përdoret automatikisht për uljen e taksës. Sipas llogarive të PD-s, ky mekanizëm do të mbajë çmimin e karburantit nën 180 lekë për litër dhe paraqitet si një masë emergjente për të mbrojtur qytetarët nga ndikimet e krizës ekonomike. Ndërkohë, Bordi i Transparencës u mblodh sot dhe u tall haptazi me qytetarët shqiptar, duke vendosur uljen e çmimit të naftës me plot 4 lekë për litër. Çmimi i shitjes me pakicë i naftës tashmë do të jetë 220 lekë për litër, ndërsa për benzinën çmimi mbetet i pandryshuar 181 lekë për litër. Ky vendim hyri në fuqi që prej orës 15:30 të ditës së sotme dhe mbetet i tillë deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mblodhi sot grupin parlamentar dhe aleatët dhe u fokusua sidomos tek çmimet e karburanteve dhe masat që duhet të ndërmarrë qeveria për lehtësimin e barrës së qytetarëve. Berisha kërkoi ndryshimin e menjëhershëm të sistemit fiskal mbi karburante, duke cilësuar atë si të padrejtë dhe penalizues. Ai theksoi se taksa aktuale mbi litrin e naftës 1.1 euro është ndër më të lartat në botë dhe ndikon drejt për drejt në rritjen e çmimeve të transportit, ushqimeve dhe koston e jetesës, duke goditur më fort shtresat në nevojë, dhe pensionistët. Berisha u ndal edhe te faktorët ndërkombëtar që ndikojnë çmimin e naftës, përfshirë situatën në Gjirin Persik dhe bllokimin e ngushticës së Hormuzit, por theksoi se barrën kryesore e mbajnë qytetarët shqiptar për shkak të taksave të larta. Ai krahasoi çmimet aktuale me periudhën kur qeveria e tij ishte në pushtet, duke treguar se me të njëjtin nivel çmimi ndërkombëtar, nafta shitej shumë më lirë në Shqipëri. Kryedemokratia e quajti sistemin aktual një marrëzi fiskale dhe kërkoi vendosjen e një modeli si ai vendeve fqinje, Maqedonisë së Veriut apo Kosovës, për të mbrojtur interesin publik dhe për të lehtësuar barrën financiare mbi qytetarët. Ai akuzon qeverinë për indiferencë ndaj qytetarëve, duke argumentuar se një shqiptar shpenzon mbi 7% të ardhurave ditore për naftë, krahasuar me 1.25% në Gjermani, duke nxitur krizën ekonomike dhe rritjen e çmimeve në zinxhir. Berisha thekson se pa një përgjysmë të taksave nuk ka rrugë për të shpëtuar qytetarët nga çmimet e kripura të karburanteve dhe barrën e rëndë financiare që u vendos nga politika fiskale e qeverisë aktuale. Kryeministri Edi Rama vizitoi sot Spitalin e Ri Rajonal në Lezhë, duke njoftuar se pritet ketë rritje të mëtejshme të pagave për mjekët, duke u bazuar në performancën ekonomike të vendit. Ai theksoi se projekti i ri synon përmirësimin e infrastrukturës, duke përfshirë centralizimin e pavionit onkologjik për të përballuar flukset e pacientëve. Rama njoftoi gjithashtu idenë për ndërtimin e një spitali privat brenda spitaleve shtetërore, ku mjekët mund të jenë bashkëpronar dhe të përfitojnë të ardhura shtesë sipas performancës. Ai shtoi se sistemi do të përfshijë vendosjen e tarifave për turistët si një mënyrë për të mbështetur financiarisht mjekët dhe spitalet. Kreu i grupit parlamentar Demokrat Gazmend Bardhi akuzoi sot mazhorancën se po ndërmerr veprime për të limituar pjesëmarrjen dhe iniciativat e opozitës në Kuvend. Ai deklaroi se shumica e qeverisë së ka refuzuar çdo kërkesë të opozitës për fshirjen interpelancat dhe ngritjen e komisioneve hetimore, duke përdorur standarde të dyfishta ndaj deputetëve. Bardhi shtoi se opozita ka informuar për këtë situatë jo vetëm kryetarin e Kuvendit, por edhe përfaqësitë diplomatike, duke nënvizuar se mazhoranca ka refuzuar ngritjen e 5 komisioneve hetimore dhe 7 kërkesa për interpelanca me kryeministrin. Ai akuzon gjithashtu mazhorancën për një sulm të hapur ndaj opozitës, duke përmendur përjashtimin e 15 deputetëve brenda 6 muajve dhe u shpreh se ka urrëtie për deputetët e opozitës dhe amnisti për ata të mazhorancës. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku reagoi sot ndaj turit të komunikimit të kryeministrit Edi Rama mbi integrimin evropian, duke e cilësuar atë si retorik pa bazë reale. Tabaku thekson se procesi nuk varet vetëm nga faktorë të jashtëm, por nga vendimet konkrete të qeverisë. Ajo kritikon ndryshimet e propozuara në kodin e procedurës penale që sipas saj mund të mbrojnë zyrtarët e hetuar për korrupsion dhe kërkoi heqjen e tyre si një provë serioziteti. Deputetja nënvizon dy hapa të domosdoshëm: rritjen e denoncimeve për korrupsion nga institucionet dhe ndalimin e ndryshimeve ligjore që pengojnë hetimet. Sipas saj, deri tani shumica e rasteve janë zbuluar nga media dhe opozita, jo nga qeveria. Integrimi për Tabakun kërkon vendime konkrete dhe vullnet politik, jo vetëm deklarata propagandistike boshe. Brenda Partisë Socialiste, burimet tregojnë se Edi Rama po kalon një fazë të rënduar të autoritarizmit që ngjan me paranojë reaktive. Rasti i fundit lidhet me mamicën e tij Elisa Spiropali, ku dyshimi se ajo kishte vepruar pas shpinës së tij dhe një vizite shpejt në Prishtinë ka çuar deri tek shkarkimi i saj. Situata ka tensionuar edhe grupin parlamentar. Rama i kërkoi Taulant Ballës që të sigurojë qëndrimin e socialistëve pas mungesës së Spiropalit në votimin për SPAK-un ndaj Belinda Ballukut. Edhe Fatmir Xhafaj ka munguar, ndërsa ministri Besfort Lamallari u përball me një incident në
territorinë e Xhafajt, ku mbështetësit e ish-ministrit varën një poster gjigant duke përshkallëzuar mjedisin. Nga ana tjetër, tensioni ka prekur edhe marrëdhëniet me diplomatësinë me përplasjen e Ramës me të ngarkuarën me punë të SBA-ve, ku ai theksoi se jemi aleat, por për të qeverisur jam unë, jo ju. Burime brenda mazhorancës tregojnë se kjo atmosferë ka krijuar një mjedis frike ku të gjithë kërkojnë të shmangin kontaktin me kryeministrin. Këto zhvillime kanë tërhequr vëmendjen edhe të ndërkombëtarëve, të cilët në raportet e tyre kanë shënuar një gjendje të rënduar brenda mazhorancës. Ish-presidenti Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në Qeli pasi gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e tij për lirimin nga masa e arrestit me burg. Vendimi lënë në fuqi qëndrimet e mëparshme të gjykatës së posaçme dhe gjykatave të tjera. Meta pretendoi parregullsi në proces, por gjykata vlerësoi se këto çështje janë trajtuar më herët ose janë ende nën hetim. Me këtë vendim ai ka ezauruar të gjitha shkallët e ankimit në vend dhe pritet i drejtohet gjykatës së Strasburgut si hapi i fundit. Ish-presidenti akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie në një dosje ku përfshihet edhe ish-bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi. Ndërkohë se seanca e parë e gjykimit për këtë dyshe, por edhe për të tjerët në dosje, do të zhvillohet në datë 27 prill. Në burgun e Durrësit janë kryer sot kontrolle të imtësishme nga forcat operacionale të burgjeve për të verifikuar praninë e pajisjeve celulare të paligjshme. Inspektimet përfshin ambiente të ndryshme, duke përfshirë edhe qelitet ashtu quajturve të burgosur VIP, mes të cilëve Erion Velia, Ilir Beqaj dhe Aurel Zarka. Sipas burimeve gjatë kontrollit me urdhër të SPAK-ut, nuk është konstatuar asnjë send i kundërligjshëm. SPAK mësohet se ka kërkuar përveç kontrollit të detajuar për aparatet telefonike edhe listën e personave që kanë pasur takime me kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Kontrollet lidhen gjithashtu me një proces gjyqësor administrativ ku Velia i ka ngritur akuza për mënyrën e emërimit të prokurorit të çështjes së tij Olsdado, duke shtuar dimensionin e rëndësishëm ligjor dhe procedural të veprimeve. Banorët e Baksrjollit protestuan sot përpara prokurorisë së Shkodrës duke kërkuar ndalimin e zvarritjes një vjeçare të hetimeve për pronat e tyre. Ata denoncuan se dosja mbahet peng dhe drejtimi i hetimeve është devijuar qëllimisht përmes ndryshimit të pyetjeve për ekspertët topografik. Banorët kërkojnë takim të drejtë për drejtë me drejtuesit e institucionit dhe paralajmërojnë se nuk do të tërhiqen deri në zbardhjen e plotë të çështjes. Situata u tensionua edhe pas një incidenti në Lezhë ku Gzim Pjeshka u shoqërua në polici gjatë një takimi të kryeministrit Rama. Ai e përshkroi ndërhyrjen si presion ndaj komunitetit që kundërshton ndërtimin e resortit turistik të Bashkim Ulaj, të cilin e konsiderojnë grabitje prone dhe shkatrim të mjedisit. Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Bulqizës u zhvillua në një atmosferë të tensionuar pas dështimit të seancës së parë për mungesë kuorumi. Banorët e Gjoricës së Poshtme protestuan kundër projekteve që parashikojnë përdorimin e tokave pyjore dhe kullotat për impiante fotovoltaike, duke theksuar ndikimin negativ në blegtorinë dhe aktivitetet bujqësore. Gjatë mbledhjes banorët kërkuan transparencë dhe përfshirje në vendimarrje, ndërsa opozita kërkoi shkarkimin e sekretarit të Këshillit Klodian Reçi, akuzuar për korrupsione te i kalim kompetencash. Kryetari Arben Çupi refuzoi votimin e mocionit duke shtyrë çështjen për mbledhjen e ardhshme. Reçi mohoi akuzat duke deklaruar se nuk ishte prova të dakordësisë së komunitetit për këto projekte. Gjatë 3 muajve të parë të vitit, 63 shqiptar u burgosën në Mbretërinë e Bashkuar për një total prej 207 vitesh, duke përbërë 9% të gjithë të burgosurve të huaj. Shumë prej tyre kishin kaluar ilegalisht kanalin dhe përfshiheshin në vepra penale si trafik droge, vjedhje me thyerje dhe një rast tragjik, vrasje të foshnjës së tyre 3 muajshe. Çdo i burgosur kushton rreth 60.018 pound në vit, duke u kthyer në një shpenzim të madh për taksapaguesit. Rritja e këtyre rasteve lidhet me mbërritjet rekord të shqiptarëve me varka të vogla në vitin 2022. Dhe pjesëmarrjen e tyre në ekonominë ngri dhe tregtinë e drogës. Autoritetet e Britanisë së Madhe po aplikojnë ligje më të rrepta për deportimin e të huajve të burgosur, duke përfshirë fluturime të shpeshta drejt Shqipërisë. Javën e kaluar 50 të burgosur dhe azil kërkues të refuzuar u deportuan me dënime totale prej rreth 70 vitesh. Sekretarja e Brendshme Shabana Mahmud deklaroi se qeveria synon të forcojë kontrollin dhe të largojë sa më shumë migrantë të paligjshëm. Standardet shtetërore të cilësisë në arsimin e lartë vlerësojnë organizimin, menaxhimin, burimet mësimdhënëse dhe kurrikulat në mbikëqyrjen e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në arsimin e lartë. Bordet e akreditimit vendosin vulën e cilësisë, por emërimin e anëtarëve e ka kryeministri. Aktualisht 11 anëtarët e bordit janë personalitete të arsimit dhe shkencës, por shumica jetojnë dhe punojnë jashtë Shqipërisë, në vende si Anglia, SBA, Holanda, Franca, Spanja, Italia e Kanadaja. Pavarësisht eksperiencës, kritikat tregojnë se roli i tyre shpesh kufizohet në firmosjen e raporteve të agjencisë, ndërsa disa universitete private marrin vlerësime klienteliste dhe fiktive dhe nuk arrin standardet ndërkombëtare të cilësisë.
Seanca e 13 e Komisionit për Mundësi të Barabarta në Shkup u tensionua kur deputetja e Aleancës për Shqiptarët, Ilire Dauti, kritikoi mosbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve. Ajo bllokoi foltoren duke kërkuar që materialet të jenë të përkthyera në gjuhën shqipe dhe akuzoi institucionet për diskriminim dhe nënçmim ndaj deputetëve shqiptar. Nënkryetaria e Komisionit Vesna Gjeorgjeva u përpoq të vjonte seancën duke akuzuar Dautin për përfitim politik, ndërsa ministri Fatmir Limani dhe kryetari Afrim Gashi u përfshin gjithashtu në debat për zbatimin e gjuhës shqipe. Pas përshkallëzimit seanca u ndërpre për të përgatitur materialet në gjuhën shqipe. Debati vjen pas protestave të studentëve shqiptar të jurisprudencës që kërkojnë provime në gjuhën amtare dhe kryeministri Irian Mickovski ka premtuar një zgjidhje në përputhje me kushtetutën dhe standardet ndërkombëtare. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis njofton se fëmijët nën 15 vjeç nuk do të kenë më akses në mediat sociale. Rregulloria hyn në fuqi në verën e këtij viti duke e bërë Greqinë një ndër vendet e para që ndërmerr këtë iniciativë. Mitsotakis shpjegon se vendimi bazohet në shqetësimet e prindërve për stresin, pagjumsinë dhe ndikimin e ekranit tek fëmijët. Ai thekson se qëllimi nuk është të distancohen nga teknologjia, por të vendoset një frenim ndaj asaj që mund të dëmtojnë mirëqenien e tyre. Kryeministri bëri thirrje të rinjve të reflektojnë dhe të diskutojnë masën duke parë si një mjet për të ruajtur shëndetin mendor dhe emocional. Një tjetër përplasje e re regjistrohet së fundmi mes Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë herë molla e sherrrit është bërë Hungaria, më konkretisht Viktor Orban dhe zgjedhjet që pritet të mbahen së shpejti. Gjermania akuzon zëvendës presidentin amerikan J.D. Vance për hipokrizi duke kundërshtuar pretendimet e tij se Bashkimi Evropian ka ndërhyrë në zgjedhjet në Hungari. Berlini deklaron se përkundrazi, vetë vizita e J.D. Vance në Budapest pak ditë para zgjedhjeve të së dielës mund konsiderohet si një formë ndërhyrje në procesin zgjedhor pasi ai mbështeti fuqishëm qeverinë populiste dhe nacionaliste në pushtet. Ne i hedhim poshtë akuzat e bëra nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance në një aktivitet në Hungari. Ai po ankohet për ndërhyrje të pretenduar të BE-s, por duhet theksuar se vetë ishte në Hungari vetëm pak ditë para zgjedhjeve. Ky fakt flet vetë për atë se kush po ndërhyn, thon nga Berlini zyrtar. Pas tensioneve ekstreme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë arritur një armpushim 2 javor, ndërsa rajoni dhe bota ndjekin me ankth pasojat e tij. Marrëveshja vjen pas një periudhe tensioni ku dron iranian sulmuan Kuvajtin dhe Emiratet. Trump vendosi tarifa 50% ndaj çdo vendi që ndihmon Iranin, ndërsa negociatat intensive u ndërmjetësuan nga Pakistani e Kina. Megjithatë, tensionet nuk janë zhdukur plotësisht pasi sulmet me dron vijojnë. Armpushimi ka lehtësuar disa flukse në ngushticën e Hormuzit dhe ka ndikuar në rënien e çmimeve të karburanteve, duke ulur rrezikun për energjinë globale. Situata vazhdon të jetë e paparashikueshme me pasiguri për zbatimin e marrëveshjes, ndërhyrje diplomatike të Shtëpisë së Bardhë dhe bazave amerikane në Europë, si edhe masat e jashtëzakonshme në Iran. Megjithatë, situata vjen të jetë e paparashikueshme me pasiguri për zbatimin e këtij pakti, ndërhyrje nga Shtëpia e Bardhë, apo qoftë edhe me ndryshimet e qëndrimeve të presidentit Donald Trump, me të cilat jemi njohur më shumë gjatë këtyre 3 javëve të fundit në raport me situatën në lindjen e mesme. Mirëpo nga 10 kërkesat që përfliten për një marrëveshje të mundshme përmes negociatave mes SBA-ve dhe Iranit, Donald Trump ka rrëzuar njërin prej tyre, duke deklaruar se nuk do të ketë pasurim të uraniumit. Pas shpalljes së armpushimit 2 javor, SBA dhe Irani kanë shpallur edhe fitoret reciproke në këtë luftë. Ndërkohë, në një deklaratë publike, shefi i Pentagonit Pete Hegseth ka deklaruar gjatë orëve të fundit se lideri suprem i Iranit Mojtaba Khamenei është i plagosur dhe i shpërfytyruar. Për këtë armpushim 2 javor ka reaguar edhe Ati i Shenjtë Papa Leo i 14, ai e cilëson këtë vendim si shpresë për t'i dhënë fund luftës. Këngëtari legjendar turk Ibrahim Tatlises, 74 vjeç, u shtrua me urgjencë në spital në Stamboll pas një krize shëndetësore në banesën e tij, pas një turneu koncertesh jashtë vendit. Ai shfaqi dopsi e ulje të tensionit dhe testet zbuluan një infeksion bakterial të rëndë, duke e vendosur në kujdes intensiv si mas parandaluese. Trajtimi me antibiotik ka nisur menjëherë, ndërsa gjendja e tij është e qëndrueshme dhe ai është i vetëdijshëm. Familjarët përfshir vajzat e tij Melek dhe Dilan, si edhe djali Ido, ndërsa djali tjetër Ahmet nuk mund të ishte për shkak të kufizimeve ligjore, siç shkruajnë media turke. Infeksioni dyshohet të lidhet me tëmthin që nuk përjashtohet një ndërhyrje kirurgjikale. Tatlias ka përballuar sfida serioze më parë duke përfshirë një sulm me armë në 2011 dhe një aksident automobilistik në 2022, por gjithmonë është rikthyer në skenë. Fansat e tij po ndjekin ngjarjet me shqetësim e mbështetje për të.
Në gjiron e 32 të Superligës Zvicerane, 3 futbollistë shqiptar u përfshin në formacionin e javës. Sipas SofaScore, Gjerdan Shaqiri i Bazelit u vlerësua me notën 8 pas një goli dhe kontributit të rëndësishëm në barazimin 3-3 ndaj Young Boys. Në mbrojtje, Kreshnik Hajrizi i Sionit mori notën 8.3 për paraqitjen e fortë në fitoren 0-4 ndaj Grasshopers, ndërsa në port Amir Saipi i Luganos shkëlqeu me notën 8.8, duke garantuar fitoren 1-0. Këto performanca tregojnë ndikimin e vazhdueshëm të futbollistëve shqiptar në elitën zvicerane dhe rolin e tyre kyç në sukseset e ekipeve përkatëse gjatë këtij sezoni.